Nga ku shikoj Eliona 13 vjeçe? Situata del ndryshe. Dje, vëmendja u rikthye fuqishëm tek Eliona Binakaj. Për kësaj radhe, ju përlojëm brenda shtëpisë. Një raport zyrtar i policisë gjermane i shkurtit 2020 u bë viral. Në dokument, Eliona e sokohe vetëm 13 vjeçe, përshkruhej si një vajzë e zhdukur, prej datës 9 janar, e cila kërkohej intensivisht nga autoritetet. Aty theksoi një detaj kyç. Adoleshentja refuzonte të kthehej te kujdestarët e caktuar nga shteti. Për shkak të citojmë raportin. Mosmarrëveshjeve lidhur me vendodhjen e dëshiruar. Ky dokument mjaftoi që rrjetet të ziente. U aludua për një adoleshente rebele, u përfol për një arratisje drejt ndonjë dështori, apo thjesht teka të moshës. Por historia duket se është shumë më komplekse, sesa thjesht rreshta të ftohtë të një njoftimi policor. Vetë Eliona muaj më parë kishte dhënë një verzion krejt tjetër të kësaj ngjarje, që shpjegon prapaskenën e dëmshme. Ajo u largua nga familja biologjike dhe u detyrua të rritej në familje kujdestare. 2 vitet e para, Eliona i kërkonte vazhdimisht prindërit e saj. Më pas, kontaktet u lejuan, por në kushte strikte. Vetëm 1 orë në javë në telefon dhe më pas takime 2 orëshe në shtëpinë sociale. Aja e përshkruan këtë periudhë si jashtëzakonisht të rëndë. Por çfarë e shtyi atë drejt arratisjes në moshën 13 vjeçare? Sipas versionit të saj, pika e kthesës erdhi kur ajo ishte 13 vjeçe. Pas 2 vitesh, vëllai i saj i vogël u bashkua me të, duke jetuar me një familje tjetër kujdestare. U arratis e vetme nga shtëpia kujdestare. Me bindjen se ky akt ekstrem ishte vetmja mënyrë për të detyruar sistemin që t'i lejonte ribashkimin me prindërit. Ndërsa policia e kërkonte duke dyshuar se ajo fshihej tek të njohur. 13 vjeçaria po bënte betejën e saj. Dhe siç duket, rebelimi i saj funksionoi. Eliona ka treguar se pas asaj periudhe të vështirë, pas rreth 2 apo 3 vitesh, ajo dhe vëllai arritën qëllimin. U kthye në shtëpi dhe u ribashkuan përfundimisht me familjen e tyre.